Kur zemra jonë nuk është e lumtun, atëherë lumtunia e liria e tjerëve bëhet shqetësim për ne, nuk na lën mendaj të qetë. Njëjtën gjë kanë edhe prisit e popullit izraelit me Krishtin. Nuk janë të lumtun, nuk e kanë mërrit plotësinë, nuk e kuptojnë Zotin, marrëdhënien me te nuk e kanë të shnetshme. E prandaj fillojnë edhe vend dyshime kundër tij, hedhin fjalë kundër tij e shumë gjëra tjera. Kështu funksionon edhe me ne. Kurse kena të kënaqësinë e zemrës, kurse kena të lirinë e shpirtit, mundona me gjetë bishta krena, me fol, me shpif, me thanë gjëra për tjerë, por prap nuk na vynë, nuk na shërbejnë, nuk na ndihmojnë. Vetëm në Krishtin mrrihet liria e zemrës. E vetëm me Krishtin kena mundësi për me mrrit lirinë e shpirtit. E mos me pas problem çështjen e tjerëve, por më gëzu e me lumnu bashkë me ta.